E nga Vitia, kalojmë te Kashaniku ynë heroik. Kashaniku Shkëmbegur ka nevoj urgjente për zhvillim, për ekonomi edhe për infrastrukturë. Me kryetarin Jeton Rakën dhe qeverisjen e vetëvendosjes, të gjithë banorëve të Kaçanikut ju japim fjalën e nderit se në kohë shumë shpejt do të zgjidhet çështja e ujit pijes me fabrikën e përpunimit të ujit. Edhe në Kaçanik do të investojmë për sportin, një stadium futbolli që do të jetë krenaria e tifogrupit simpatik Fikshat, që na kanë mbështetur për shumë kauza kombëtare. E te hyrja e autostradës aty pranë do të ndërtojmë parkun industrial në shërbim të bizneseve të zonës. Kështu Kaçaniku jo vetëm Shkëmbegur, po edhe ujë, sport dhe ekonomi, pra jetë, shëndet dhe mirëqenie, sepse do ta ketë kryetar Jeton Rakën, të cilën e ftoj ta marrë fjalën. Faleminderit. Atëherë, të dashur qytetarë të Kosovës, bashkëqytetarë të Kaçanikut, lagjeve dhe fshatrave tona, dashur kolegë, bashkëpunëtor, mbështetës e aktivist televizjes, më lejoni t'ju falenderoj për mbështetjen dhe besimin që na jepni çdo ditë. Kaçaniku ka njerëz punëtor të ndershëm dhe me zemër të madhe. Pas 9 nëntorit, Kaçaniku do të ketë qeverisje të ndershme dhe të dinjitetshme. Ne do të punojmë bashkë, do të punojmë drejt dhe pandalshëm. Ne do të fillojmë punën me njëherë, kemi miliona euro të buxhetuara, të cilat pushteti aktual, pushteti në ikje, nuk i deshti. Këto projekte do t'i fillojmë ne, pra rrugë më të mira, ujë të pijshëm, parkun industrial, më shumë qerdhe, e rrjedhimisht edhe zhvillim ekonomik që do të mundsoj të rinjve për të ndërtuar të ardhmen në Kaçanik. Fitoria është afër, fitoria është e jona, na duhet mobilizim e përkushtim, na duhet të jemi bashkë dhe sa më shumë. 105 herë faleminderit secilit prej jush.